përmendëm në fillim të emisionit që është mbajtur sot një protestë mbar shqiptare në Shkup në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, ku kanë marrë një pjesë e madhe e njerëzve, qytetarëve, po ashtu organizatave të dalë nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe jo vetëm, po ashtu edhe nga lufta e ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut, ndërkaq kemi spikatur dy nga deklaratat kryesore ose kryefalësit që kanë qenë në këtë protestë që është mbajtur në sheshin Skënderbej, e që janë të kreu të organizatës e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hysni Kucati dhe kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në atë gjykatë ku isha e burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët, ne dim se çka kemi dëgjuar atu, gjithë ato gënjeshtra rrena nga ata dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. E tërë koncentrimi është aty që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirinë e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheqësi e Kosovës duhet të jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykatë dhe jo të dënohen për vepra të pabëra.